Përshëndetje miq dhe mirë se ardhët në podcastin, i cili është në kuadër të projektit Heritage Ready, Emergency Planning for Cultural Preservation, i cili është bashkëfinancuar prej Bashkimit Evropian dhe prej Fundacionit ALIPH. Me Elmidinën kemi vendosur me vënë një podcast shumë të shkurt, për me mujt të regu pak a shumë se çka ka ndodhur me këtë projekt. Është një projekt shumë interesant edhe për organizatën tonë, po edhe për qytetin e Prizrenit, pasi që kemi aplikuar me Muzeun e Hidroelektronës, po besoj që keni pa në media sociale shumë herë që kemi postuar se çfarë po ndodh me projektin tash 6-7 muaj. Projektin e kemi fituar vitin e kaluar në vitin 2024, që është ceka përmes Muzeut të Hidroelektronës, që është një muze shumë interesant edhe shumë unik për qytetin e Prizrenit, po edhe për Kosovën në përgjithësi. Po, ja vlen me përmend që prej 600 aplikantëve kemi qenë fitues prej 11 shteteve të ndryshme dhe jemi shumë krenar që kemi mujt me përmbledh këtë projekt. Tash kadale ku ju tregojmë që kemi bërë, që kemi fillu. Po mos harroj me tregu që kërkesa e projektit ka qenë me zgjedhjen e vend ose një objekt që nuk ka pas shumë intervenime në aspektin muzeal. Kështu që kemi shumë me hidroelektrane, që edhe unë kam shumë simpati për atë objekt. Atëherë çush kemi Duhet të që është hidrocentrali i parë i Prizrenit. Do me thonë qysh para 100 viteve, më thonë lirisht se është ndërtuar në 1925 apo diçka, 26, po. Edhe qysh para 100 viteve ne kemi pas hidrocentral që është diçka shumë plus për qytetin e Prizrenit, sepse ka qenë energji ripërtërishme apo energji e pastër. Përveç aspektit që ndoshta pak ndikon keq në natyrë që është për shkak të lumit, bistricës apo lumit lumbardh, po që është prej grykës lumbardh, po në anën tjetër është energji e pastër, domethënë nuk ka kriju tym apo nuk e ka ndot ambientin. Po edhe normale elektrifikuar. Po, domethënë është pjesë e trashëgimisë industriale apo trashëgimisë teknologjike që ka filluar dhe qyteti me industrializuar në aspekt të energjisë elektrike. Në aspekt projektit i kemi bërë disa aktivitete që i kemi pas edhe planifikuar, po i kemi bërë edhe disa aktivitete ekstra që kemi pas qef me dhënë sa më shumë kontribut në aspekt të projektit, po edhe në aspekt të muzeut në veçantë, se edhe Elmidina e tha që është një vend shumë unik për neve, për prizrenalit në aspekt përgjithshëm. Me projekt kemi pas planifikuar me bërë planin e menaxhimit, pasi që edhe me strategjitë të Kosovës të trashëgimisë kulturore, po edhe me ligj të trashëgimisë kulturore, kërkohet që çdo monument me pas planin e menaxhimit të vet, që qysh me mujt me menaxhuar një ndërtesë unike apo një ndërtesë monument që është në mbrojtje të shtetit, po ashtu që e ka ekstra dhe që është muze. Domethënë ajo i shton edhe një plus më shumë sepse duhet me pas një plan të menaxhimit. Ne kemi krijuar një grup punues që kemi punu tash disa muaj për me bë draftin me përfundu. Para kësaj në Eduko kemi filluar me politime të ndryshme të vallave ligjore, të rasteve studimore. Kemi pa që hidrocentrali i Prizrenit është një prej 5 pilot projekteve që kanë ndodhur në ish Jugosllavi, që ka qenë shumë tërheqëse për mua. Domethënë ka pas background shumë më edhe përveç faktit që jena arkitekta dhe ajo na tërheq edhe më shumë në aspekt ndërtesës. E që objekti është projektuar prej një kompani vieneze, arkitektura është shumë moderne për kohën që është ndërtuar në arkitektat. Pastaj kemi filluar me workshope të ndryshme. Tregojeni një workshop më. Po, punëtoria e parë ka qenë me grupin punues që kemi filluar vetëm hartimin apo draftimin e planit të menaxhimit. Duhet me cek që paraprakisht që muzeu apo ndërtesa menaxhohet prej Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturor në Prizren, që është një institucion vartës i Ministrisë të Kulturës. Edhe prandaj i kemi ftuar domethënë zyrtarët apo stafin profesional të QRTK Prizrenit për me qenë pjesë e grupit punues, pasi që në veçantë kemi marrë punonjësit apo stafin që punon në muze, në Muzeun Arkeologjik të rajonit Prizrenit, edhe në muzeun apo kompleksin monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Edhe së bashku kemi arritur me fillu domethënë draftin e planit të menaxhimit të hidroelektronës. Aty e kemi pas SWOT analizën dhe normal këtë këto problemet apo edhe mundësit edhe propozimet, rreziqe që mundet me i pas.
po normali kemi diskutuar edhe aspektin e stafit, a duhet me pas staf, sa vetë duhet me pas staf, çfarë lloj të ekspozitave duhet me pas. Normali kemi cek edhe historikun e ndërtesës, që është ndërtu, ku është ndërtu, e shumë elemente nështë pak më shumë teknike, po ajo është një start për me fillu një plan menaxhimi. Normal kemi hulumtu dokumente në për arkiva, ku kemi mujt me gjetë, se e dim që pak a shumë e kemi problem në vendin tonë me gjetë arkiva për hulumtim, po kjo ka qenë pak a shumë punëtoria e parë që kemi organizuar. Po, mandej rezultatet e punëtorisë parë pak a shumë janë bërë edhe në punëtorinë e dytë, që dhe aty kemi pas profesionist që i falenderojnë shumë që në qenë pjesë e rrugtimit të këtë projekt. Që shtash janë bërë në workshopin e dytë, po në workshopin e dytë kemi pas pjesëtar të komunitetit artistik edhe designer që pastaj kemi bisedu edhe për pjesën e brendimit të muzeut që ka qenë pjesë e projektit edhe ka dalë shumë i lezetshëm. Pastaj prej komunitetit artistik kemi pas propozime të ndryshme që mundëm me gjanuar vend përmes aktiviteteve artistike, përmes performancave të ndryshme, që mundëm me bu për me ftu edhe me i tërhek artistët e të rinjë aty. Edhe workshopi dytë ka qenë shumë frytënës edhe na kanë ndihmuar shumë mirë me strukturu komplet draftin e planit të menaxhimit. Pikrisht, ajo do me thonë, këto janë dy workshope pak më të mëdha apo punëtori më të mëdha, po na në mes vete kemi bo plot takime, plot herë që kemi bo edhe diskutim, po edhe që kemi punu për me arrit me finalizu planin e menaxhimit. Si informacion një shkurt, plani i menaxhimit përmban do me thonë strukturën se ç'është duhet mu menaxhu një ndërtesë apo një muze në këtë rast. Këtu fillu pe historikut, prej ç'është është ndërtu, pse është ndërtu, deri periudhat e përdorimit apo funksionimit të ndërtesës, deri te plani i aktiviteteve që çka duhet mu marr aktivitetet për me u mujt me u menaxhu ndërtesa, po edhe deri te buxheti. Normal, me caktuar edhe buxhetin pak a shumë se sa nevojitet për me pas muzeu ç'është me anis që po thu. Ana tjetër kemi pas edhe një eksperte që kemi marrë prej shteteve fqinje, këtë rast prej shtetit të Shqipërisë, që na kanë ndihmuar për me i bo anglisht tash i bjen layouts, designs, po në shqip ndoshta dizajni i eksponateve apo çysh mundet me u prezantu ekspozita e brendshme e Muzeut të Hidroelektronës, na kanë ndihmuar shumë, falenderojmë nëse na sheh. Kështu që pak a shumë këto kanë qenë që kemi përmbledh në aspektin teknik, po nuk duhet të harru edhe webin, që ta ljo ty me forse je marrë më shumë. Po, webi ka qenë pjesa të dokumentizatshme më artistike ato, bashkë me Enisën jena knoq. Masim bu brendimi, prej të çështje teknike, po si domenine. Masim bu rregulluar, kemi fillu kadal me i fut informatat i kemi mbledh për gjatë komplet hulumtimit. Është hidroelektronë, mundën e lidhësh me vizitu, kemi shumë informata, kemi vendos kalendarin e eventeve që po shpresoj shumë që kam pasuru, kam me evente të ndryshme edhe me pas sa më shumë vizitur hidroelektronë. Po, do me thëmë pak a shumë këto kanë qenë aktivitetet për me mujtë me bën një funksionalizim. Edhe vizitën, po, shumë mirë që e përmene, kemi pas edhe një vizitë, jo një vizitë, kemi pas 2-3 vizita, me grupin punus kemi pas vizita, po kemi pas normal edhe me student zonësat e... Po, drejtimi i turizmit, po. Bashkë me profesoreshat shumë të nderuar të tëme, kemi shku, e kemi vizitu, i kemi njoftu me historinë e hidrocentralit, kemi përgjithë sa kemi pyetjeve të tëmve, kemi marrë ide, komente, feedbacka, se aktar të turizmit artëshëm, çka dojmë pa në atë vend, çysh dojmë zhvillu atë vend, në çfarë mënyre dojmë shku prapë në atë vend. Kështu që krejt këto vizita, takime, komente, feedbacka janë pjesë e komplet rrugtimit tonë dhe pjesë që na kanë ndihmuar me strukturu draftin. Pikrisht, do të them kjo ka qenë procesi pak a shumë edhe për arsye vendosëm edhe me bo pak publike se që kemi bo, se gjithmonë ashta me postime nuk po kuptohet shumë mirë, po pak a shumë kjo ke struktura. Nuk duhet me harru edhe 3 aspekte që Bashkimi Evropian në përgjithësi përdor në për projektet të tyne, po edhe në Evropë, në jetën e tyne në përgjithshme, është që aspekti social, aspekti green, apo aspekti i gjelbërt edhe aspekti digital, që dhe na i kemi pas për detyrë me i respektu këto 3 faktor, apo 3 faktor, po mirë i vjen faktor, edhe në aspektin digital vetëm e kemi tregu që është bo befaqja, ekspozitat e brendshme kanë me qenë digitale përmes
ekraneve me prekje, përmes projekcionimeve, përmes shumë metodave tjera teknologjike të reja që i kemi. Në aspektin social, vetëm se kemi cek që Prizrenasja apo hidroelektrana është ka qenë i qytetit, edhe gjithë qytetarët e Prizrenit e kanë ditë ku është. I kanë thonë të centrala më herët, me shku se më herët e kanë shfrytzuar dhe si hapësirë për piknik. Kështu që edhe për restoran, që ka qenë para disa viteve, kështu që përveç aspektit që të mbledhisë njerëzve, ajo i ka shërby popullit, domethënë ka qenë një ndërtesë apo një institucion që i ka shërby gjithë popullit pa dallim qytetarëve në përgjithësi që ka Prizren që e dim që është një qytet multikultural. Edhe aspekti i ekologjisë apo i gjelbërt, green, është që vetë hidroelektrana, domethënë e kam fillim që është një prej mënyrave të prodhimit të rrymës më e pastër që ekziston, përveç turbinave me erë ose paneleve solare, po ato prodhojnë më pak, hidrocentrali e ka gjatë shumë fuqinë e madhe me prodhu. Ato e kemi fut si aspekt të green apo të ekologjisë, po edhe ekspozitat që kemi bëu përmes ekraneve, përmes projekcionimeve që mos me harxhu apo mos me përdor elemente tjera fizike, kështu që këto kreti kemi kombinu për me dal pak a shumë me i përmbledh gjitha këto elemente që i ka kërkuar edhe projekti, po që edhe na jemi shumë të lumtur që i kemi përdor, pasi që edhe si organizat jemi organizat që mburemi me mbrojtjen e ambientit edhe mos përdorimin e letrave ose plastikës ose e tjera. Pak a shumë, elmo që kjo ke? Vetëm nuk deshta me ta ndërprer fjalën, pjesën e ekologjisë kemi potencu pak më shumë të programi edukimit, se kemi me pas program, kemi propozuar realisht me pas program të kështu të zhvilluar të edukimit edhe me grupin para universitar dhe universitar që çdo gjenerat me ditë historinë edhe rëndësinë e hidroelektronës. Pikërisht. Nuk duhet mi haru normal edhe ata që kanë punu më herët aty. Në ekspozitë kemi para pa medalje edhe punëtorë që kanë punu në hidroelektron. Edhe fotografitë e vjetra dhe shumë sene që kemi hulumtu dhe kemi mujtë me gjithë. Nëse kemi fotografi vjetra. Po, shumë mirë kishit mujtë me na dërgu. Kjo ke një e përgjithshme përmbledhje e krejt projektit. Ne jemi shumë të lumtur që kemi marrë këtë projekt, që jemi zgjedhur më së pari prej Bashkimit Evropian me pas këtë projekt, po shpresojmë që kanë marrë projekte të ngjashme në aspektin e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, po edhe promovimit të trashëgimisë kulturore, pasi që Eduko e ka pak si fush veprim kryesor trashëgiminë kulturore, kështu që kush është i interesuar me ditë më shumë është hidroelektrona.com, mundeni me vizitu faqen, edhe ndoshta me kontaktu nëse doni me bëllë një vizit, pasi që muzeu ende nuk është i hapur për publikun, po është në proces të restaurimit, kemi haru me cek që ndërtesa është në proces të restaurimit, kështu që po besoj që kurdo që përfundon ndërtesa, përfundon edhe plani i menaxhimit, edhe dyja së bashku po shpresojmë që hapet si muze edhe me humbur gjithë me atë muze që kemi. Definitivisht. Kështu që na kaq patëm për sot, faleminderit shumë edhe shihemi herave tjera. Ciao.